mos më klasifiko përputhen. Në përputhen jam futur si një eksperiencë re e kam shpjeguar dhe për shumë gjëra të tjera për trampolinë e tjerë, okay? Kështu që mos më thuaj mua përputhen. Mos më thuaj mua përputhen. Dhe je personi i fundit që duhet më thuash mua njihesh nga përputhen. Kur ti je shembulli që ja, edhe në programe si përputhen. Apo Big Brother do të gjesh njeriu në jetën. Nuk arrit ta kuptoj që për çfarë arsye, për shembull, Ina e ka kaq problem ti thot që nuk e pranon atë që thot Luizi na përputhen. Tani mos më klasifikoj, thot kjo mua për përputhen. Tani klasifikim pa klasifikim, e përmend apo nuk e përmend. Ina për shembull është bërë e njohur, shumë herë më shumë e njohur, pavarësisht ka pas daljet e saj televizive, nuk e di se çfarë thanë, në moshën 18-17 vjeçë. I ka pas më përpara, por nuk i ka pas kaq të bujshme. Dhe dalja e saj televizive, bujshme ka qenë ajo në përputhen me anë të lidhjes që kishte me Casey që krijojnë atë program, apo me atë treshën e famshme të Stelin, Hina dhe Casey. Tani fakti që thot Luizi vjen në përputhen, ajo duhet ta pranoj, e klasifikon si përputhe, e klasifikon sepse ka qenë pjesë e atij formati, nuk ka ajo pse për shembull të agitohet apo të mërzitet apo të ngrej zërin apo të flasë kot, domethënë pa lidhje. Po, okay, kam dal, pranoj, kam dal në ky lloj programi, është sikur të më thon mua për shembull, mo Andrea X se ti le nam se ti na TikToku vjen. Okay, vjen na TikToku, por nuk është pse, po, mund ta kundërshtoj këtë që po të më thoj dikush, siç sapo e thash që je ignorant apo le nam se vjen na TikToku. Jo më dha, vjen na TikToku, po vim me një lloj situate, jo të lënit nam. Pra, edhe pjesa e Inës mund ta mbroj atë pjesën kur i thot Luizi që i vjen na përputhen. Ta mbroj ka argumente, por nuk mund ta mohoj. Se mohon dot sepse aty e bërë njohur. E para, e dyta, nuk mund të krahasos për shembull dashurinë e Kiarës me Luizin, apo nëse ndodh Krusita Kristi, apo nëse ndodh Mateo Brikena. Nuk është përputhen aty. Përputhen është një format që janë bërë, është i regjistruar, nuk është se ndodh live, ku mund të transmetohet emocioni i vërtet dhe në sy të gjithë publikut. Ato janë xhirime, studiohen, xhirohen, mësohen, juve merrni instruksionet, domethënë se si të veproni. Aty nuk ka, në Big Brother nuk ndodh. Nuk mund ta krahasosh për shembull një marrëdhënie në Big Brother, siç mund të jetë e Brikenës me Mateon, e Kristit me Kursitën, apo siç ka qenë ajo e Luizit dhe e Kiarës. Nuk mund ta krahasosh kurse si me përputhen. Ajo ka qenë një marrëdhënie që ka qenë live, domethënë që e ka bërë të jetonin, flas për marrëdhënien e Luizit me Kiarën, e ka bërë që të jetonin dhe njerëzit për te televizionit. Se duhet ta pranojmë, e kemi jetuar, domethënë e kemi ndier ose e kemi parë se si është zhvilluar dhe si është ndërtuar ajo llojnjoje dhe sa vujti për shembull Luizi për të marrë një puthje të Kiarës mbas 2 muajve, 3 muajve. Mbas shumë refuzimeve që i bëri Kiara, normale sepse kishte ato të saj, atë le të themi në një farë mënyrë, kishte kushtet e saj, patjetër, kishte karakterin e saj, ashtu siç po bën Brikena me Mateo në një farë mënyrë. Por Inës nuk do të vi absolutisht inat. Ka dalë në një format si përputhen dhe kaq, pik. Se nëse do të ishte ashtu, pse nuk u bë më përpara me daljet e saj televizive, pse nuk u bë pjesë e Big Brotherit në Big Brother 4, 3, 2 apo 1? U bë sepse doli nga përputhen. Ai po i thot një gjë të vërtet, mbase e vërteta Diego, por kjo është e vërteta shpirti.